Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar edhe një herë lëvizjet më të fundit, në fakt që janë lëvizje të dyshimta nga ana e Mateos edhe Brikenës. Them pse janë lëvizje të dyshimta, sepse është një fotografi që ne kemi parë vitin e kaluar që çiftet po bënin gjasme se po ndahen, vetëm për shikueshmëri, vetëm për klikime, kur kishin të lançojnë ndonjë projekt dhe më në fund kur publiku fillon të acarohet, dilnin dhe thonin të vërtetën. Brikena nuk ka dalë të thot as që është ndar, as që është bashk, thjesht ka fshirë të gjitha fotografitë dhe ka postuar një fotografi me zemër të thyer. Zakonisht ne e dim shumë bukur kur postohet ajo fotografi, kur një vajzë ndahet nga një djalë apo ana sjelltas. Njëkohësisht edhe Mateo e bën të njëjtën rrugë. Në fakt nuk më pëlqen, sepse publiku shqiptar e duart trokitën Mateon për sinqeritet dhe nuk e di se sa do të jetë e vlerësuar tek publiku kjo heshtja e madhe që po përdoren Mateo dhe Brikena dhe sa do të jetë në të mirën e tyre. Në një analizë psikologjike me një miken time, ne kemi arritur ta studiojmë këtë rast dhe se si psikologjia e studion një lëvizje të këtill bazuar në personazhe publik, që personazhet publik janë në gjendje të bëjnë gjithçka për klikime. Në ditët e sotme, rrjetet sociale janë bërë një pjesë e rëndësishme e jetës publike të personazheve të njohur. Dëgjoni me detaje çfarë thot kjo. Kur një çift i njohur fshin fotografitë e përbashkëta, ndalon së ndjekur i njëri tjetrin, ose fillon të publikojë përmbajtje që sugjerojnë pavarësi dhe jetë të ndarë, publiku menjëherë fillon të spekulojë për ndarje, që në fakt është rasti i Mateos edhe Brikenës, që publiku menjëherë filloi të spekulojë për këtë ndarje. Nga këndvështrimi psikologjik ekzistojnë disa mundësi. Mundësia e parë është që ndarja të jetë reale. Shumë njerëz pas përfundimit të një marrëdhënie zgjedhin të largojnë kujtime digjitale si pjesë e procesit emocional të shkëputjes. Fshirja e fotografive mund të jetë një mënyrë për të mbyllur një kapitull të jetës dhe për të rifituar kontrollin emocional. Domethënë kjo është një nga mundësitë, por tek Mateo dhe Brikena nuk përputhet, sepse pikërisht Mateo dhe Brikena një ditë më përpara, Mateo për shembull bënte share në storyn e tij postimet e Brikenës, por Brikena një ditë më përpara hodhi një foto me vjerën e saj duke i quajtur mbretresh, dhe për t'ia dhënë epitetin vjerës mbretresh, ti duhet të kesh një raport jashtëzakonshëm me vjerën e saj. Duhet të kesh një raport të bukur me vjerën. Ti nuk mundesh t'i japësh epitetin vjerës nëse ti e ke situatën tënde në ndarje. Mundësia e dytë është që të bëhet fjalë për një strategji komunikimi ose marketingu. Këtu në fakt ku ne më së shumti dyshojmë që kjo gjë ndodhen për marketing. Në botën e personazheve publik, vëmendja është një formë kapitali. Çdo mister, çdo aludim dhe çdo veprim i pazakont mund të krijojë diskutime të shumta në media dhe në rrjetet sociale, ku publiku fillon të pyes veten nëse një çift është ndar apo nuk është ndar. Interesi rriten, klikimet shtohen dhe emrat e tyre qëndrojnë në qendër të vëmendjes. Do me thënë, kjo është në favorin e tyre, me thënë në rrit pazaret e tyre, dyshimi që ne kemi. Tani, pika e tretë, një element interesant është publikimi i fotove, ku secili shfaqet duke kaluar mirë, duke udhëtuar ose duke u argëtuar, gjë që në fakt Brikena dhe Mateo janë duke e bërë. Psikologjikisht, këto postime mund të kenë kuptime të ndryshme. Në rastin e një ndarje reale, ato mund të jenë një përpjekje për të treguar forcë, pavarësi dhe vazhdim të jetës. Në rastin e një strategjie marketingu, ato mund të shërbejnë për të mbajtur gjallë kuriozitetin e publikut, që në këtë rast, realisht kuriozitetin e publikut, Mateo dhe Brikena është duke mbajtur gjallë nëpërmjet storyve të tyre që hedhin, sepse dhe momentin kur e hedhin storyn e kanë shumë të afër, që në kupton, me thënë ka komunikim mes tyre. Megjithatë, një psikologe
do të ishte shumë e kujdesshme për të nxjerrë përfundimin. Realiteti i një marrëdhënie është shumë më kompleks se sa ajo që shfaqet në Instagram. Shpesh publiku sheh vetëm atë pjesë të historisë që personazhet zgjedhin të tregojnë. Ka çifte që janë ndarë dhe vazhdojnë të publikojnë përmbajtje sikur gjithçka është normale. Ka edhe çifte që janë bashkë por zgjedhin të mos ekspozojnë më marrëdhënien e tyre për arsye privatësie. Prandaj, nga pikpamja profesionale, nuk mund të thuhet me siguri nëse dy persona janë ende bashkë apo jo, vetëm duke analizuar aktivitetin e tyre në rrjetet sociale. Ajo që mund të thuhet është se sjelljet të tilla shpesh krijojnë një efekt të fortë psikologjik tek publiku, rrisin kuriozitetin, nxisin diskutimet dhe mbajnë të gjallë interesin për personazhet në fjalë. Derisa të ketë një deklaratë të drejtë për drejtë, nga vetë personat e përfshirë, çdo interpretim mbetet vetëm një hipotezë dhe jo një fakt i provuar. Do me thënë, unë dyshoj shumë, sepse unë e di shumë bukur nga që kam arritur ta njoh fenomenin Mateo, dhe unë e di që Mateo ka qenë i dashuruar, nuk më bindë njeri dot mua në botë që Mateo nuk ka qenë i dashuruar me Brikenën. Por nuk më bindën dot njeri që dhe Brikena nuk ka qenë e dashuruar me Mateon. Kanë qenë të dashuruar. Të dy e kanë dashur pa fund njëri tjetrin. Por që të jenë në qendër të vëmendjes, që të mos të harohen, këto gjëra i bëjnë edhe në botën e jashtme. Nëse ne do të futemi të hulumtojmë për showbizin në Amerikë, për showbizin në Zvicër, për showbizin në Gjermani, për showbizin në, nuk e di, në përvendet e tjera, ka situata të këtilla, bëjnë ngjarje të ndryshme, bëjnë skandale të ndryshme vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes dhe pikërisht në këtë pjesë Brikena dhe Mateo tregojnë një qëndrim jashtëzakonisht të ftohtë. Dhe kjo është thjesht për vëmendje sepse rikthehet në Top Arena, unë e shoh si një marrëveshje me televizionin Top Channel. Televizioni Top Channel është fabrik, halal i qoftë. Në me thënë, di të bëj për vete audiencën, di të mbërthej për ekrani audiencën, dhe kjo e bën situatën edhe më interesante, e bën situatën edhe më kulminante. Dhe me thënë, unë shoh këtu një profil interesant të Brikenës dhe Mateo se si kanë përzgjedhur që ta mbajnë zërin e tyre gjallë deri në momentin që ato të shfaqen në Top Arena, që do të thonë mund të jenë të dy në të njëjtën skenë. Vetë buzëqeshja e Ed Manushit, mënyra se si e dha përgjigjen, të lë të nënkuptosh, sepse ne nuk jemi budallënj dhe të hambar, të lë të nënkuptosh që çifti është mirë dhe marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Dhe jo më kot ndodh që motra e Mateos mbylli Instagramin, mendoj që ka qenë një strategji, ka qenë një rrugë e mirë menduar që të vinë deri në këtë pikë. Unë mendoj që nuk duhet të bëjmë veprime të këtilla, sido që të jetë e vërteta Mateo duhet të jetë transparent me publikun e vet, se në fund të fundit prej publikut janë këtu ku janë, edhe duhet të jenë të vërtet me publikun se nuk është e bukur të lozësh me ndjenjë.